Dhe do doja shumë që punimi që zonja ka bërë, pa të tregoj vlerat që ka patur gjithmonë gruaja në Shqipëri. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse edhe koncepti i lartë i sakrificës për familjen është një vlerë, që pavarësisht se ne sot e kritikojmë, themi që edhe gruaja do ta shohë jetën e saj, gjithsesi është një lloj vlere për t'ia dhënë si merit gruas e cila ka sakrifikuar në emër të gjithë familjes, po dhe të komunitetit. Dhe e rëndësishme është, do doja që ta tregonim atë Verdi, na tregon çfarë ke punuar. Unë kam punuar 40 vjet në kontroll. Kam dhënë një gocë balerin edhe të gjitha gjërat ja kam qenë për vetë. Kamera se çfarë punimi të bukur ke bërë. Më ka detyruar jeta që unë të bëhem e tillë, që të sajoj gjëra për të nxjerrë leku, për të jetuar. Ndërsa estetikën e kam nga që kam punuar në kontroll, edhe më ka dhënë atë syrin e estetikës.